Dje KFOR ka konfirmuar zyrtarisht fillimin e një tranzicioni gradual për largimin e pranisë së tij të përhershme statike nga ura kryesore e Ibrit në Mitrovic. Ky proces shënon një hap historik pasi siguria urës po i lihet gradualisht në dorë policisë së Kosovës rreth 27 vjet pas përfundimit të luftës. Një ditë pasi u dha ky lajm të martën mbi ur u pa vetëm një patrulle karabinierëve italian dhe disa të tjera të policisë së Kosovës. Ish zëvendës kryesuesi Vendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Skënder Sadiku, tha se ky është një lajm i mirë sepse sipas tij urat lidhin shumë njerëz. Është lajm i mirë, është pjesë po mendoj vazhdimit, pasi veç çështja është për nder që një kohë të gjatë nuk ka pas po mendoj ekscese etnike, është filluar po mendoj një pjesë normale, është lajm shumë i mirë, po lajmi do të jetë i mrekullueshëm ose do të mrin atë nëse hapet ura po mendoj për qarkullim edhe mos ketë nevojë për mikqyrje qoftë ajo e mezhve të ndërkombëtar ose qoftë edhe pi policisë. Ndërsa ish gazetari Zedin Krasniqi thot se ky proces tashmë ka një histori. Procesi normal që ka pas shumë sfida në Mitrovic dhe ka mbet deri këto ditë që prap aktualizohet mbartja përgjegjësive tash tek policia e Kosovës. Ndërkohë Ferit Shala, që sot kishte shkuar në Mitrovic nga Rahoveci, tha se kemi ardhur të shohim urën pa bllokada. Kemi ardhur me këshir që i ka ardhur koha më në fund edhe kësaj urës. Mi ardhur fundi, sepse nuk ka më urat bllokume. Ne do të ndërtojmë urat që do të kalojmë për një anës në anën tjetër. Kështu që është bërë fort mirë, qytetarët në televizin lirë shumë, është e drejtë kështu, s'ka më bllokada. Ura mbi lumin Ibër ka qenë për vite një nga pikat më të ndjeshme të sigurisë në Mitrovic dhe simboli ndarjes së qytetit. Ndërkohë KFOR-i gjithashtu ka njoftuar se ka nisur transferimin gradual të përgjegjësisë së sigurisë te policia kosovare edhe te manastirit të Deçanit.